Por kërkoni diçka të jashtëzakonshme, i bën gati 1.200.000 euro, e ke mundësinë. Kjo është me plot kuptimin e fjalës vill. Këtu jemi në villën prej 600 metra katror, të cilën jemi duke ofruar përshitje në vlerë 1.200.000 euro. Për më detajisht, për cilën videon. Për nga pamja jashtme edhe e brendshme shtëpia vërtet është madhështore. Kjo pjesa këto, që tash po shihet, është pjesa kryesore e hyrjes në shtëpi. Në anën e kundërtimen, tash i zënë edhe 3 vetura të tjera, por është edhe dhoma teknike, ku është e vendosur kalldoja elektrike me pumpë termike nga brendi Visman. Lokacioni i villës është vërtet fantastik, pak metra nga Gorenje. Këtu jemi në pjesën e qendrimit ditor. Pamja është komplet panoramike dhe sheh kalindja dhe hyrja e shtëpisë. Pjesa këto, siç mund ta vrejni, është ndarë në 2 neja. Pjesa këto dhe pjesa kryesore e qendrimit ditor është kjo këtu ku e kemi me galeri, lartësia është mbi 6 metra, vetëm kjo këtu, e cila e bën shumë madhështore pjesën e qendrimit ditor. Kuzhina është e prodhuar nga kompania Bini. Në kohën kur është prodhu kjo, para 4 viteve, vetëm kjo pjesa këtu që shehni, me pjesën e shankut, pronarit i ka kushtu mbi 30.000 euro. Në këtë katin këtu ku jemi, përveç qendrimit ditor, kuzhinës, e keni një banjo këtu dhe e keni një dhomë për musafir këtu. Ndërsa nalt, shkojmë i shohim edhe 4 dhoma të gjumit. Shkallët mund t'i vreni, janë të punuara me travertin, komplet ballorët anash, janë nga travertini. Janë dëveshne me dru, ansorët, mbajtëset, i keni me gjam, 2 shtresor, me foli nga brenda. Në katin e parë i kemi gjithsej 4 dhoma gjumit, e veçanta e tyre është që secila dhomë e ka privatsin e vetë. Do të thotë, secila dhomë është me banjë brenda, hapësira është e mjaftueshme dhe shihni, çdo detaj është i mirë punuar. Tash po shkojmë te 2 dhomat e tjera të gjumit, 2 i patë, tash po hyjmë në dhomën e 3 të gjumit. Edhe kjo është me banjo dhe pjesën ku është vendoset pjesa e shtratit, garderoba dhe kjo shenjë prapa shtëpisë, e si orientim i bjen jug-perëndim. Kjo është dhoma e 4 të gjumit, është më e madhe se ato 2 tjera të cilat i patë. Pjesa garderobë mund është me shtu ende, pjesa e shtratit vendoset këtu, dhe kjo e ka banjën me të veçantë. Mund ta vreni. Tash po shkojmë në katin e 2 të villës. Kjo hapësira këtu është komplet e hapur dhe mund ta shfrytëzosh në çfarë do forme. Përveç hapësirës së lirë që jeni duke e pa, është edhe një dhomë gjumit këtu, e keni një banjo këtu dhe e keni një mundësi shtesë për me e vendos edhe një kuzhinë verore. Komplet ballorja është me gjamë, teraski dhe është një mundësi sikur me jetu në një penthouse të veçantë në kuadër të villës. Krejt çka ju duhet është të hekni nga banka 1.200.000 euro dhe të vini ta bleni villën që sapo prezantuam.